Ministria e Jashtme ka informuar se nga sulmet e Iranit ndaj Izraelit nuk ka raportime për shqiptar të lënduar. Ministria informon se janë evidentuar 5 shtetas shqiptar në Izrael, 3 me status turisti dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Në njoftim theksohet se 5 shqiptarët në Izrael janë në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu bëhet me dije se për shkak të sulmeve janë ndërprerë edhe fluturimet. Ambasada jonë në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me ta. Të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore. Janë të informuar dhe po ndjekin udhëzimet e sigurisë të autoriteteve izraelite, theksohet në njoftim. Gjithashtu informohet se për shkak të situatës fluturimet janë ndërprerë. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme po ndjek me prioritet dhe vëmendje të veçantë situatën e shtetasve shqiptar në Izrael, të prekur nga zhvillimet e fundit. Deri tani nuk ka asnjë raportim për qytetarët shqiptar të lënduar apo të dëmtuar. Aktualisht janë evidentuar 5 shtetas shqiptar në Izrael, 3 me status turisti dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Ambasada jonë në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me ta. Të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore. Njoftojmë se për shkak të situatës fluturimet janë ndërprerë. Për çdo informacion shtesë dhe nevoja emergjente, lutemi të kontaktoni ambasadën shqiptare në Tel Aviv